Dhe e dyta është që në fatin tënd është shkruar se koha jote sot do të ketë mbaruar. Të bëhemi gati. Lakpasi na çon pikërisht drejt atij ishulli. Nuk është e mundur. Është një rrufe me stohi aty. Çfarë mrekullie. Atëherë, si kemi ndërmend të vazhdojmë. Piratët që të paktën një herë kanë lundruar në detin e botës së re. Sa? Dikush po afrohet. E kush të jetë hall? Kur flasim për blunë e madhe, nuk mund të mos përdorim një krahasim. Mirë mbrëma, djemtë mi të dashur. A një ndonjëri nga ju këtë plakën? Duke thënë se ai det krahasuar me të ishte parajsë e vërtetë. Mos ndoshta ju duhet një çadër. Nuk keni jetë të mjaftueshme të për të qëndruar në këtë ishull. Ne të kërkojmë vetëm që të na rikthesh njërin. Asgjë më tepër. Të përgjërojmë. Ja, provojmë për çmim për ju. Të jetosh për të shtukur më pas. Burrat që nuk janë të përgatitur nuk duhet të guxojnë të vinë në këto tetra. Zot ke mëshiras për ty, spurtjak i vogël. Prandaj bëu gati për më të keqen, Robert. Sfida ka filluar.